mbrëma dhe përshëndetje të dashur teleshikues dhe mirë se takohemi së bashku në emisionin Pusho Shqiptarçe, emisionin që vijon edhe në muajin janar me udhëtimet e pafundme kryesisht në veriun e Shqipërisë, po udhëtime që na kujtojnë se edhe dhjetori, edhe janari, pra përgjithsisht shtina e dimrit nuk ka pse ndalemi për shkak temperaturave në udhëtimet që mund të planifikojmë përgjatë kësaj stine. Dhe ku kemi shkuar, kuptohet që në temperaturat e ftohta, patjetër janë zonat malore ato që do të zgjidhen. Bora në Razëm është një mrekulli më vete. Ata që e kanë shijuar gjatë ditëve që bora ka qenë e pranishme, me të vërtetë janë kënaqur, sidomos familjarët, sepse ju e dini kur merrni fëmijët me vete se si bëjnë ata në kontaktin me borë, lojrat e pafundme që nuk ndalen asnjëherë. Një udhëtim që kemi bërë 43 km nga Shkodra deri në pikën turistike të Razmit, do ta sillim në formën e një reportazhi për këshërinë tuaj, duke sjellë vlerat e kësaj pike turistike, por pa anashkaluar edhe diçka që mund të përmirësohet në turizmin e kësaj zone, sidomos në çështjet e shërbimit. Ku konkretisht, në atë shërbim që ofrohet në ditën e premte, me atë që ofrohet në ditën e shtunë edhe të diel, sepse ka vizitorë që shohin se këto shërbime nuk janë në parametrat e duhura. Prandaj, le të ndjekim të reportazh për të bërë përmirësime, por një herësh për ta menduar se ajo që ulen temperaturat, llogarisni të bëni një udhëtim deri në Razëm. Për të gjithë ata që kanë probleme makinat e vogla se si do të jetë rruga, çfarë parametrash mbahet ajo, do të kemi zinxhir, nuk i kemi zinxhir e të tjera si këto mund të zgjidhni edhe udhëtimet një ditore që organizojnë agjencitë në qytetin e Shkodrës. Le të ndjekim reportazhin, qëndroni me ne sepse në pjesën e dytë do të referojmë disa udhëtime që ju mund t'i merrni parasysh për t'i tiketuar si vende destinacione në fundjavë. Ndjekim reportazhin. Dimri për shkak të temperaturave të ulta kufizon disi udhëtimet e gjata, por jo ato të shkurtrat. Fare mirë mund të ndërmerret një udhëtim brenda ditës, por edhe më shumë. Deri në pikën turistike të Razmës, vetëm 43 km larg qytetit të Shkodrës. Mund të zgjidhni edhe udhëtime përmes agjencive turistike, të cilat kanë disa pika të favorshme. Mëngjesohesh me njerëz të rinj, kanë kosto më të ulta dhe ndihesh më e sigurt në automjetet të siguruara, kur nuk do të jesh në rolin e shoferit. Pra, përqendrohesh te argëtimi, dalja nga e përditshmja dhe argëtohesh. Danila është pasagjerja më e vogël sot në këtë udhëtim, 5 vjeç e gjysmë, e cila udhton me prindrit e saj. Në fakt nuk e ka për herë të parë udhëtimin drejt Razmës, pasi 6 muajshe prindit e morën me vete, por në kujtesën e saj vetëm ky udhëtim tani do të regjistrohet vërtet. Dhe për hir të së vërtetës është gëzuar tej mase ai sa i trembet dielli që ka dalë, sepse ka frikë se mos i shkrijë borën në Razëm. E mira udhëtimeve në grup është se parashikohen disa ndalesa për ta bërë guidën sa më interesante. Dhe ndalesat patjetër shoqërohen me një atmosferë të gëzueshme humori, plot batuta, ku të gjithë i kanë lënë hallet pas dhe sot udhtojnë për të kaluar një ditë mrekullueshme. Razma është një resort natyral shumë i bukur, është vend i mrekullueshëm. Na pëlqen, shpesh shkojmë atje, por sot besoj se dëgjojmë edhe borë, si është nësie më e madhe. Kujtojmë edhe rinin, lujmë me topa borë, bëjmë ne. Pra është një pikë turistike që ti rikthehesh me dëshirë, domethënë ja vlen që të shkohet në Razëm. Në Razëm jam ballë 6 vjeç si unë atje kam lind, kjo si Razma për mua është vendi i mbresave. Ora mirë që ke lindur atje ndaj cop tok, ke ti atje apo? Tokën e kam kolashin. Atje. Si besoj Razëm duke qenë dhe herë të tjera? Patjetër, Razma është një resort shumë i bukur. E tregojnë gjithë, po na dalim edhe ku nuk jena me grup, dalim me grupin. Je natyrë që udhton gjithmonë, që ke një grup shoqëror, që gjithmonë lëviz, domethënë, dhe sa kohë ke që ke filluar ja kështu shpesh që të dalësh. Apo gjithë jetën këtë natyrë ke pasur? Po, çto kena kanë ne? 46 vjet martesë. Jemi të dy kur e grua, do të bashkë, ha? Po. Kur e grua, okay. Kështu na ka kalu jeta ne, edhe kështu do të na kalojnë.
Shumë bukur. Iniciatori për udhime kush është? Ti apo Pasko? Ai. Pasko. Ai vendos. Ai vendos. Dhe ti e ajo gruaja që nuk i thua jo? Jo, Pra, do ta mbështes ton jetën. sepse të pëlqen dhe ty në fakt Po, normal, udhëtor, se nga i herë mund të mos sa pëlqejnë dëshirat e partnerit, por ja që okej. Uroj të kaloni një ditë shumë të bukur sot. Faleminderit se kënaqësisë keni edhe ju me veti. Faleminderit. Do të vijoj udhimi drejt Razmës. Jemi duke udhëtuar në luginën e Shkrelit. Ajo ndodhet në rrës së Alpeve të Shqipërisë, në dy anët e përrojit të thanë. E shtrënguar në mes Bogës nga veriu, Koplikut, Reçit dhe Lohes nga jugu, kurse nga lindja me Dukagjinin, nga perëndimi me Bajzën e Kastratit. Gjatësia e saj është rreth 20 km veshur prej malesh me formacione gëlqërore, mbi të cilat janë të vendosura historikisht fshatra që zgjaten përreth. Klima relativisht e butë, me bimësi mjaft të zhvilluar, shpellat e shumta, burimet me ujë të bollshëm, veçanërisht gjatë dimrit, njerëzit bujare punëtore bëjnë një vend mjaft atraktiv dhe shumë interesant për t'u vizituar. Shkreli ka 809 shtëpi me 3557 banor. Ekonomia bazohet kryesisht mbi blegtorin, kultivimin e patates si dhe të misrit, kurse nga frutikultura dallohet rrushi e të tjerë. Shkreli shënon një nivel të mesëm ekonomik në krahasim me zonat e tjera malore të Shqipërisë. Nëpër Shkrel kalojnë dy rrugë të rëndësishme turistike, njëra për në Theth dhe tjetra për në Razëm, rrugë të cilat nga ana tjetër e lidhin këtë krahin me fshatrat e tjerë të Malësisë së Madhe dhe Shkodrën. Një fshat që qëndron pranë Razmës është Vrithi, i njohur kryesisht për patatet e shijshme që kultivohen këtu. Edhe pse në Razëm dekadave të fundit u bën ndryshime, Vrithi nuk e përjetoi diçka të tillë. Vetë fshati ka një bukuri origjinale të tij, por nuk u vure këtu ngritja e bujdinave dhe shfrytëzimi i resurseve. Emigrimi ka boshatisur fshatin dhe ai ende shihet kalimthi nga vizitorët, teksa presin me padurim të mbërinë në Razëm. Përpara nesh trihet madhështor mali Veleçiku në formë konike me lartësi 1725 metra. Bora e cila nisi të na shoqëroj që në qendrën e fshatit Vrith, sa më shumë që i afrohemi Razmës, aq më shumë rritet trashësia e saj. Për fat të mirë, rruga për të ardhur deri këtu ishte e pastruar nga bora dhe nuk përbënte vështirësi për drejtuesit e mjeteve. Gjendja si të duk rruga, përgjithsisht është e vështirë për agjencinë turistike Rita Trevët, por edhe për agjencitë e tjera për mirëmbajtjen e rrugës në këtë këndvështrim. Të vërtetën rruga është shumë e bukur, po ne marrim masat, marrim zinxhirët, i kemi për siguri, por me punë më të mirë se bë pak nga bashkia, me pastru rrugë, si me majtë këtë vend. E kuptoj. Keni hasur vështirësi sepse ju jeni gjithmonë aktiv, çdo fundjavë jeni në lëvizje pafund deri në Korçë. Keni hasur vështirësi në Shqipëri me rrugët? Po, vetë edhe rrugës Korçë, na ka pas sa probleme të vogla rruga, por megjithatë rruga është e kalueshme. Pra do pa kujdes të shtuar, por jo se ndalim udhimet neve, se ka pak borë, e vazhdojmë me Lida Trevët dhe udhtojmë vazhdimisht. Po, pa tjetër bajmë ultimet edhe më mëna me gjerë të njëri të knaqen.
Po, besoj që kështu ka qenë gjithmonë, edhe kur I kemi pyetur mbrapa, mezi shpresim, kjo është edhe një tregues se përse ju thoni çdo javë, se ka të tjerë që e ka një herë 2 javë, një herë në muaj. Ja, faleminderit, kemi pas punë, kemi punu për çdo javë, edhe po mendojmë sa më shumë me shtu ultime tjera. Mirë se erdhëm në Racë, në këtë vend kaq të bukur që e pas ka zbukuru varësia të Borës, këtë resurs turistik kaq të bukur. Dhe ora është 11:30, po shkon deri në orën 2:30 jeni atë lirë. Mund të keni dëshirë me bë çfarë të doni, aty ku të zbresim, aty edhe do të ritakune në orën 2:30. A jena okay me orarit? Mjaftueshëm? Në një ditë diel me Borën që ka shtruar bukur, gjejmë një fluks të madh vizitorësh ku dominojnë kryesisht familjarët me fëmijë të vegjël. Kemi përshkuar 43 kilometra nga qyteti I Shkodrës për të mbërritur këtu. Si pozicion, zona Erasmës është e vendosur rreth 900 metra mbi nivelin e detit. Kjo e bën shumë të përshtatshme për zhvillimin e turizmit malor dhe dimror. Historikisht kjo zonë ka qenë bishka për verinë e zonës, për rreth fshatit Vrith dhe është shfrytzuar edhe nga shumë tregtar nga qyteti I Shkodrës. Një nga vendet e bukura malore të Shqipërisë, e cila zbuluar që në shekullin e 19 nga të huaj. Të parë që e kanë vlerësuar bukurinë dhe pasurinë e saj natyrore ishin botanisti italian Antonio Balducci, austriaku Dofler dhe gjeologu Boran Nopçe. Rreth viteve 1920 filloi të shfrytëzohet nga barinjt për stane verore dhe me rritjen e standardeve të jetesës, tregtarët shkodran ndërtuan atje shtëpitë e tyre verore. Në vitin 1953, kjo zonë u shtetëzua dhe u krijua kampi I pushimit të punëtorëve, I cili zgjati aktivitetin e tij deri në vitin 1990. Gjatë kësaj periudhe, zona është shfrytëzuar si kamp pushimi veror për punëtorë dhe si pikë ekskursionesh për periudhën dimrore. Ju keni ardhur nga Shkodra, apo jo? Hera parë që vini në Ras apo keni ardhur herë tjera? Vim shpesh. Vini shpesh, e zgjidhni si pikë turistike, sidomos në verë apo në dimër? Po, edhe në verë edhe në dimër faktikisht, se këtu gjatë periudhës së verës është freskë. Po. Kurse gjatë dimrit është bora që Sot keni sjell të afërmi me vete fëmijët shoh. jam edhe menusin. Menusen. Po kënaqen besoj ata. E patët problem rrugën, çdo gjë ishte mirë apo? Ishte mirë, ishte hapur rruga. Çunim keni për ata shkodran që s'kan ardhur asnjëherë në Razëm. Çka kanë Besoj humbur? se ka Shkodran. Nuk Nuk ka. besoj se ka. Ka se e dim Ja. ne që Ja. pra Shkodran duhet që vinë s'ka ardhur, besoj. sigurisht. Çfarë vlerësoni më shumë këtu? Po besoj marrin e pastër, gatimet tradicionale që kanë lokalet. Dikush I vjen edhe me pushime për ne 2-3 ditë më ashtu është më. Sa foto keni bërë deri tani herë? Çifti lumtur. Sa dush. Po të paktën mi kena kaluar 50-60 Ashtu sa postohen në Facebook që ta dim? në Facebook, shumë pak. Shumë pak, a? Jena jam moshe të tretë, na nuk është. Do me thonë kur bëni foto dhe shkoni në shtëpi, e shihoni dhe i Erasmën për herë të dytë, ë? Aty në ngrohtësinë e shtëpisë. Kujtimet, mbresat, gjë mrekullueshme Erasma. Ku ndryshon ardhja tani me një ardhje që keni bërë para 20 apo 30 viteve? Para 20-30 viteve. Po, dështi para 30 viteve të nuk është s'ka pas këtë gjallëri si ka sot. Që ka sot, ë? More si jeni martu ju dy? Si na marr. Dashuri. Me dashuri ku njohët ju dy në Razëm si? Në klasë parë, kemi qenë shkollë bashkë. Jeni njohur në klasë së parë Po. jo me Ne njëri një tjetrin. vonë. Po jo, nuk ka filluar dashuria që atëherë. Nuk ka filluar, po të kopjoshim detyrat. Te njëri Të tjetri. një po. Pastaj në Ose gjimnaz kopjojmë pra dashuri. bashk. Kopjuat dashurinë në gjimnaz bashk apo jo? Patjetër. Ah, okay, pra ju njeni që në Gjithmonë fëmijë. Po mirë, tani sekreti që ka gjatë të qëndruat bashkë, ku qëndron? Dashuria. Po është dashuria, është toleranca, nuk janë shumë faktor. Nuk tërheqim ne, lirojmë. Sa po parë. Zoti ju ka beku me fëmijë?
Nuk kena pas fëmijë. Ka gjë, po pas keni shiju jetën me femel. Jetën kena shoqërinë shumë mirë, miqësinë, se njerëzit tonë po janë të mrekullueshëm. Okej. E dom, na duan shumë. Edhe ju shoh shumë të përkushtuar për njëri tjetrin, ë? Po si ja ke vënë dorën, o e kryevepër fare. Do ta lëshoj. Nuk i bësh një deklaratë dashurie ja tani. Kështu që s'ke problem as në publik. Moj grua e dashur, si ka emrin zonja? Dana. Dana, o Dana thuaj. O Dana. Të dua për gjithmonë. Faleminderit. Dhe do të dua edhe në botën tjetër. Do të dua dhe do të dua sa të jetë. Për botën tjetër nuk kam nostalgji. Nuk e sa që fare. Mos e përmend tot asnjëherë për botën tjetër. Mbas 200 viteve moj. Mas 200 viteve. Nuk e di se është bota tjetër, po kjo botë është e bukur. Gjithsesi, besoj jeni njerëz pamkate. Shumë faleminderit. Kena kuj me i bëm kate vetëm njëri tjetër, nuk i bëjnë. Sipërfaqja totale e Erasmës është 3680 hektar. Në ndryshim prej zonave të tjera turistike të Alpeve, ajo shtrihet mbi një plaj karstike, e cila paraqet kontraste befasuese në relief, mes majave piramidale në pjesën më të madhe të pyllëzuara dhe gropave karstike, akullnajoro karstike të mbuluara nga zonat alpine. Të pëlqen që ka ardhur këtu? Po. Se të pëlqen? Çka ka? Sepse ka shumë borë dhe unë jetaj në Shkodër dhe në Shkodër nuk vjen borë shpesh. Edhe ti ke ardhur në Erasmë, me ke ka ardhur ti? Me mamin, babin dhe vllajin. Okej. Këpucët i ke të lagura? Po. Dorezat i ke të lagura? Po. Kur tani si do ja bëjmë që të ngrohemi? Do të ketë një zgjedhje, do të ketë mami ndresa ndoshta. Okej, kanë ardhur ata me 4-5 çanta, me siguri rrobat e tua janë aty. Ke luajtur me fëmijët e tjerë? Po. Ke njohur ndonjë fëmijë? Gjeti një shoqe, nga ishte ajo shoqja? Është nga Shkodra. Nuk e njihje më përpara apo më mësove këtu? E njoh. E takova. E takove këtu. Po. Ku banon? Në Shkodër. Në Shkodër. Ka ardhur sot me familjen, janë nipi, po. Si ke emrin ti? Ajan. Domethënë fëmijët gëzojnë, po pse ne nuk gëzohemi ne më të rriturit? Jo, edhe vetë që 73 vjeç po më pa qefi me dalë edhe mua. Ashtu është. Domethënë me të ftohtin si jemi deri tani? Mirë. Ke marr masat? Po. Çora peleshi sot? Sana. Po, jena për atë punë. Okej, patë frikë rrugës bora e këto gjërat? Jo, u knaqme. Knaqe, ha? Sa do qëndrosh? Që me ka që një 2-3 orë sa me djali ishte për shif. Po, ja vlen se Shkodrën se kemi larg. Ja. 40 minuta? Po, ferbo. Ta kaloni gëzuar. Faleminderit. Tirana. Në Tiranë ka ardhur këtu? Po. Hera parë që vjen në Erasëm? Po. Hera Për shtypje, ma për shkruajt. Si të duk? Sa kemi ardhur, nuk është se kemi parkuar akoma. Pishat me borë kështu, celulari mbeti i ndezur tërkohën, ë? Më mori memoria. Okej, e di që është kaq bukur apo të kishin thënë? Më kishin thënë, po që se dia që do kishte kaq borë. Okej, si e keni planifikuar ju? Bërën të rini 2-3 orë të shkoni apo të qëndroni një natë? Thjesht do vi për trek edhe do ikim përsëri, se kemi shkollë nesër. Në Erasëm kanë lullëzuar subjektet private që ofrojnë kuzhinën e zonës si dhe hoteleri. Ky sezon ndoshta nuk ka qenë dhe aq i mbar për shkak të krizës në gjithë vendin, por dhe zhvillimin e zonave përreth. Po ashtu, mungesa e ujit të pijshëm rrit koston e shpenzimeve në Erasëm. Bisedet e vogla këtu mbyllën njëra pas tjetrës dhe pronarët me familje emigruan duke rrethuar sipërfaqet e tokave dhe penguar lëvizjen e lirshme të vizitorëve në këtë pikë turistike. Aktiviteti u përqendrua në rreth 4-5 subjekte kryesore, në trajt hotelerie dhe restorantesh dhe më pak në stilin e një bujtine. Edhe pse ofrojnë kushte mjaft të mira, kanë shumë për të përmirësuar. Ke ardhur nga Tirana? Nga Tirana, po vetëm Tirana po gjejmë sot këtu. Që ka bërë super reklam Erasmus në Tiranë, merrni nga faqet apo nga miq njoftimin?
Faqet e internetit e kam. Normalisht unë interesuam se ku ka borë për shkak të fëmijëve, pastaj kërkuam hotelet për në Razën. Pra ju do qëndroni një natë këtu në Razë? Kemi qëndruar 2 netë realisht sot largohemi. Okej, më jep një përshtypje me që pas ke qëndruar më shumë se pjesa tjetër që vjen për 2-3 orë. Në lidhje me Razën. Po, edhe kushtet e turizmit, ju ka pëlqyer diçka, s'ju ka pëlqyer diçka? Atëherë, natyra është fantastike dhe është gjynata shash. Në lidhje me turizmin mund të them që ka një ndryshim midis të premtes dhe shtunë të diel shërbimi. Ishte çalonte të premten shumë, të shtunë deri diku. Të shërbimit, të ushqimit apo kohë? Dhe ushqimi aty ishte, po shërbimi ndryshonte. Domethënë çalonte ishte më pak i hajrit të themi. Do të thonë nuk ishte personel apo nuk ishin shumë të gjindshëm? Nuk ishte personel. Dhe ishte më të ngadalë në shërbim, në plotësimin e kërkesave, sepse gjërat mungonin dhe normalisht do të detyrohesh të kërkosh, qoftë tek flasim tek peshqirët, nëse mungojnë do t'i kërkosh. Po. Në qoftë se është ftohtë te pishina, do kërkosh që të ngrihet temperatura. Këto gjëra ditën e shtunë në darkë dhe të diel ishin shumë brenda kushteve të duara, dhe shumë optimale. Po, por ti kishe notuar dhe të premte me të njëjtin çmim. Ke paguar, si të duket, shtrenjtë turizmin në Razë? Shiko, jo, sepse ne realisht jemi një familje dhe po të konsiderosh çmimin për një familje është shumë okay. Do të thonë, sa paguat para dhënë emrin e subjektit? 110 nata, hoteli bashkë me mëngjesin. Okej. Por flasim për një familje prej 4 vetash. Okej. Do të thënë domash për 4 veta. Nga e premtja deri tani sa lekë harxhuat gjithsej në Razë? Avërsisht. Përveç çmimit të natës, që ishte e përfshirë në mëngjezi, nuk është se kemi harxhuar shumë edhe dreka. Nuk është se kemi harxhuar shumë. Një total s'di të them fiks, se shmarim shoqëm atë pjesë, po jo shumë. Okej. Do të thënë, gjatë 2 ditëve vetëm te hoteli apo lëvizet tu në borë, sepse ka opsione Razma për ju? Shiko, ndoshta edhe duhet i dish, ne nuk i dinim, nuk është se na thanë. Nuk ju ofrua një guide atje ku qëndruat? Jo, mund të them që pjesa e recepcionit mungon të shumë në hotelin tonë. Nuk ishte edhe prezent, por shumë sot mëngjes nuk gjeta diko prezent në recepcion për dorëzuar çelësin ose kartën e dhomës. Të falenderoj shumë. Gjithsesi, pavarësisht të metave, uroj ta frekuentoni sërish Razën, por këto le të vlejnë për biznesin këtu që të bëj përmirësime, sepse po, nëse kanë dëshirën kam për t'i marrë, unë 2 këshilla i dash. Nëse kanë dëshirë pasaj për t'i përmirësuar dhe ishte mirë edhe për vetë ata. Shoh që kam mungesë në këtë pjesë. Në përgjithësi ke shqiptarët. Domethënë bëjnë investimin e madh tek ndërtesat, tek gjithçka që ofrohet brenda murave të hotelit, çalon shumë ke shërbimi edhe tek pjesa ushqimi. Okej. Falenderoj shumë. Falenderoj shumë. Nëse rruga për të mbritur deri në Razëm është mjaft e mbajtur, vetë qendra i ka rrugët lidhëse me Borë, tashmë të shkelur që me rënien e temperaturave kthehen në një shtresakulli, tepër të rrezikshme për këmbësorët. Duke qenë se rrugët e brendshme janë bërë me kaldrëm, mjetet e mëdha borë pastruese vështirësohen të hyjnë. Nga ana tjetër edhe vetë biznesi duhet kujdeset për pastrimin e borës para subjekteve të tyre. Nuk mund të lëm pa vënë dukje dhe mungesën e parkimit në Razëm, bizneset të mëdha po pa parkime të mjaftueshme. Si rrjedhoj shfrytëzohen parkimet anash rrugës që sjellin vështirësi në ndërrimin e 2 makinave duke e penguar qarkullimin. E megjithatë çdo pushues që vjen këtu merr një shije mjaft të mirë. Udhimi bëhet i rehatshëm edhe për ata që lën pas një qytet të ndotur nga pluhurat, këtu ata gjejnë ajrin e pastër e të freskët. Gjithmonë me lëvizje pafund, e përshkoni gjithë trungun shqiptar, nga Veriu në jug, nga Korça, ja ku jemi sërish në Razëm së bashku, edhe me emisionin Pusha Shqiptarçe. E para le ta nisim me këtë eksperiencë dimërore, sepse njerëzit kanë tendencën të mbyllen në dimër dhe kujtojnë se udhimet lidhen vetëm me verën. A duhet të ndryshoj ky koncept, megjithëse edhe ka filluar të ndryshoj? Patjetër, na kena 2 sezone turistike, që tashmë së fundmi jo vetëm kena sezonin veror, por edhe sezonin dimëror. Na kena fatin e mirë me pas pikën turistike të Razmës, kena fatin e mirë me pas Bogën, thethin që kena alpet shqiptare që i frekuentojnë patjetër me agjencinë tonë, të pas parasysh janë këta udhimet njëzitore të
të frekuentueshme dhe relativisht ekonomike që vinë në Shkodran tonë dashton me kalu një ditë ndryshe në shoqërinë e gujtës tonë. Shohim që Bora vazhdon të ri në Razëm, njerëzit edhe duan por dhe kanë frikë. A janë të frikshme këto udhime një ditore për të udhësuar? Pse trembet një vizitor, një çdo qytetar shkodran që po e ndjek këtë intervistë për të ardhur deri këtu? Relativisht makinat tona që na posedojmë janë të mira, të shqipo dashtë dhe me forme superlativa, po tjetër janë edhe si ngjyrët, janë edhe gomat dimërore që ne po tjetër si staf i kena shumë parasysh se është një farë mënyrë edhe përgjegjësi. Por si mos vish të shikosh shpejt ku në bardhë të Borës në këtë ambient fantastik, dhe unë them gjithmonë udhtoni se siguria është në majat e saj. Okej, çmimet tek ti kanë mbetur të pandryshueshme, ndërkohë që është shtuar alegria, shpjegime që jep gjatë rrugës, pra njerëzit nuk kanë pse pyesin 100 herë, ja bën të qarta dhe për më tepër i lidh njerëzit lidati. Kjo është ajo. Që jo i tjenë dy të huaj që janë ul aty në sedile, por përkundërzi i kthen në miqësi marrëdhëniet e tyre. Kjo është çelësi suksesit relativisht, nga që punojmë edhe në familje dhe biznesi është familjar, dashur pa dashur të krijojmë vetë atmosferën, jo pa qëllim, pasi edhe njerëzit dhe klientët e agjencisë tashmë që unë i quaj miq të agjencisë të ndihen mirë dhe pse jo të mos krijojnë edhe shoqëri njëri me tjetrin dhe pse jo mos të bëhen prap bashk dhe të frekuentojmë dhe të udhtojmë në një destinacion tjetër apo destinacion të ri. Okej, na zbulon ndonjë kështu udhtim të radhës që kemi, se tani edhe janë frymzuar edhe nga ky reportazh që kemi realizuar në Razëm, ku do shkojmë neve, çfarë kemi përpara dhe pastaj ata dinë vetë se ku të klikojnë dhe të shikojnë te faqja e agjencisë Lida Travel. Pra na zbulo udhtimet e radhës. Atëherë në të shtunën me kërkesën e klientave kemi pikën turistike malore të Kolashinit në Maltëzi, është një super gujit. Shkojmë dishtuna atje pasi edhe qendra tregtare janë edhe hap. Kurse të dielën mos harroni kemi Pukan, destinacionin e Pukës. Në Puk, apo se do të jetë zbardhur dhe Puka, ja vlen që shkoj dhe atje, ka dhe teleferik në Puk, ka dhe ski në Puk për të gjitha apo zonja apo të rinj kush ka takat. Patjetër unë mirëpres në Puk, tashmë Puka është kthyer në një qytet fantastik turistik, ka parkun e Pukës, siç thatë edhe ju dashmë së fundmi është bërë edhe teleferiku, slitat, skit, do kënaqemi patjetër. Okej, na regjistron ato të vënjëshit se duam që tani ta bëjmë regjistrimin tonë, në Puk do jemi me ju. Ju falenderoj dhe mirëarqi. Pritet që zona të marrë zhvillim edhe më të madh me shtimin e aktiviteteve të tjera të fryese, të cilat do e zgjasin qëndrimin në Razëm. E parë që vjen në Razëm sa herë? Jo, vim shpesh. Nga jeni? Nga Lezhë. Që hasa një lezhjan, se thash se ka ndru preferenca të gjithë nga Tirana. Pra ju keni janë nga Lezhë, familjarisht, shof? Me gru. Ja dhe gruaja që zgjoj me të një intervistë u zhduk. Okej, s'ka gjë. Si u duk? Mirë shumë. Se Lezhë dikur ka qenë e para për të sjellë njerëzit këtu dhe për qijuar Razmën. Çfarë ju pëlqeu më shumë? Bora. Vendi i bukur. Ishte një udhëtim një ditor për ju? Që mbyllet kështu. Për më gjatë? Në darkë, e këto sandë. Por do kaloni dhe darkën këtu, e keni menduar që dhe darka është e bukur këtu, ë? Ja vlen, nga gjitha pika që ka Lezhë afër Razmën e keni vazhdoni ta keni më të preferuar? Rrimi këtu ka Bushatina, po ne tonë ka Shkodra. Okej, pra rini në Bushat, origjina nga Lezhë, do i ftoni të gjithë të tjerë që të vinë? Patjetër. Ja vlen për ta. Dhe të mos ankon, jo Bora, jo ngrica. Ju patën ndonjë problem me makinë? Jo. Çdo gjë shkoj mirë. Faleminderit. Tani unë do prezantoj për gjithë teleshikuesit 3 fëmijë, po këti e rritur nuk hynte fëmijët fare. Emrat e tyre, emri jot? Victoria, Sara, Aron. Juve nga keni ardhur se e kuptova që nuk jeni nga Shkodra? Tirana. Nga Tirana. Tani si keni ardhur të organizuar? Kush e kush keni ardhur si familje, si agjenci? Kemi ardhur me xhaxhat të tërë, edhe kushërinjt, edhe tani ata në kafe ne po bëjmë peshë dhe bore. Okej, ju fini për kafe, se ju... Jo, të bora. Për borën keni ardhur, ata me njerë lokale, ata që të rinin ngrotë, Okej, me këpucët dalë si jemi një hëtë, ju shikojmë pa këpucët? Si ka të mirë, okej, shkujti ka hyrë ujit e këpucët? Të ka hyrë pak? Po mos ju thuaj atyre, se do të thonë, hajde vrap, brënda. Do luani me to babore, me fëmijët e tjerë? Do gjuani me njëri tjetrin, apo do tentoni të gjuani edhe ndonjë tjetër? Si mendoni juve? Njëri tjetër. Njëri tjetër? Pastaj duke i pa si reagojnë, Po, duke i parë.
Tani sikur ta shohim pak të betejën tuaj, mirë. Hajde filloni një si e gjuni njëri tjetrin ju. Kujdes, jo te akulli, hajde këte jaron. Super. Ne bëhemi gati për rrugën e kthimit, orët kanë kaluar shpejt dhe udhimit një ditor po i vjen fundi. A keni pa foto? Jo! A kthejna me njërë pa i foto? Jo! Jo, ama ja jeni Dakar? Ma ju kënaj? Sa të mirë jeni jo. Një ndalesë e fundit do të bëhet edhe në balkonin e vendosur diku mes maloreve të rrugës për në Razëm. Pikërisht aty ku pamja paraqitet madhështore për çdo vizitor që kalon këtej. Një opinion si kalove sot? Bukur. Çfarë të pëlqeu më shumë? Çfarë të bëri përshtypje? Knasia ishte te natyra. Natyra ishte tregues për gjithë. E shijum. Koha ju mbajti, Po. nga këmbët u lagët, apo jo? Po lagim edhe ajo ishte knasia, mu lagi fije prej këmbëve. Por koha e mirë, pra, nuk është pse kemi bërë, është 7 edhe nuk po shkojmë në Razëm. Jo, ja vlen të vjet. Ja vlen një ditë ndryshe. Ja, më mirë ishit i të ku ishit, se rrini pjesë aty kam. Një të rrini. Po, dhvim. Hajde grupi foto me. Hajde më ramet, Po si kalua sot njerë, një opinion, si shkoj dita sot? Shumë bukur, ditë e bukur, u knaqë, borë edhe diell të dyja bashkë, kombinim perfekt. Sa gjë mirë, po? Po, shumë bukur kalum, një ditë fundjavë e bukur, ndryshe, diçka që borën kena kohë që nuk e shohim Shkodër, erdhën edhe kalum një ditë bukur. Po doktoresha, që do thoshte? U knaq me një ditë jashtëzakonisht e bukur, kolektivi i mrekullueshëm, inshallah bajmë prapë shëtitje shkaq të bukura. Sa mirë, dhe është bukur kur vjet edhe çift, apo jo? Ja vlen. Patjetër. Japim forcë jeni tjetrit. Ashtu është vërtet. Dashuri që zjat. Faleminderit. Si ma kalove? Super. Çfarë të pëlqeu më shumë? Gjithçka. Grupi fantastik, Lida Trellë fantastike, udhëtimi i papam, borë bëll. Ajo vend ishte një mrekulli, luma e që shkon. S'kam që të them. Pra, e pas ke shijuar maksimalisht. Shumë. Bravo. Po unë marrë me të vjegur. Jam ti me konjake. Ti kam zonë marake. Si të gate i vogël je, hajde shpirë të rishë ne, pas ka një vajzëresh, e akala i film o i vjet, hajde, sa të rëmërgocen, mos me lenësit e vorfen, Lëvizja është jetë dhe udhëzimet e shtojnë atë, prandaj vlerësojeni ato dhe mbusheni jetën tuaj me guida të pafundme.
pra ishte reportazhi që ne kishim përgatitur në Razëm. Falenderoj të gjithë ata që ishin pjesë e grupit tonë, që na kënaqi me intervistat dhe me mënyrën e shpenguar të qëndruarit dhe intervistat e sinqerta që dhanë në reportazhin dedikuar Razmës. Ne do të kalojmë pa humbur kohë në atë përmbledhje guidash që unë e premtova që në fillim të emisionit, cilat vende turistike mund të vizitohen. Janë shumë të këndshme, janë me kosto relativisht të ulta, të përballueshme dhe janë të shumtë ata që dëshirojnë të kalojnë fundjavën në këto vende turistike. Vazhdojmë dhe mbetemi në Shqipëri, por cilat vende kemi zgjedhur për t'i sjellë sonte në emisionin Pusha Shqiptare. Ndjekim. Një pjesë të rrugës do e bëjmë me furgon. Është një distancë e shkurtër nga qyteti Shkodrës. Kësaj radhe, destinacioni ynë do të jetë mali i Gjymtit, drejt të cilit fillimisht do të kalojmë mes për mes Dajçit, me drejtim nga krahu i fshatit Pentar, nga ku dhe do të bëjmë fillimisht ngjitjen. Çokolli të mirë, ka strehimet. Është një ndërtesat atje për fjet, ai shqip nuk the 2 lek për fjetje, po kush ka kush me fjet që ka... Pa, i the që i dhuroni diçka. Janë ditë të ftohta dimri, por kjo nuk na pengon për të ndalur udhëtimet tona në natyrë. Ndaj të ftohtit janë marmasat. Le të shpresojmë se nuk do të kemi shi. Grupi është i vogël kësaj radhe. Me sa duket janë ata që e quajnë javën e pambyllur mirë nëse nuk kanë një udhëtim në natyrë. Kemi hyrë në fshatin Belaj, që i paraprin fshatit Pentar. Në ver këtu depërton me zgjelbërimin, por shpresojmë që dhe në dimër të mos zhgënjehemi. Me sa vërejmë, lumi buna e ruan madhështinë edhe në dimër. Kornizat e gjelbërta në krahët e tij janë zëvendësuar me ngjyrat e errta të dimrit, por bukur edhe kështu. Përballë nesh rruga do të vijojë e pa asfaltuar, por ne nuk do të ndjekim ato, por do t'i matemi mirë shpatit dhe të ngjitemi aty ku nis fillimisht kurrizi i malit të Gjymtit. Duke qenë se ky shteg rrahet pak nga këmbësorët, shkurret bëjnë të vetën, prandaj nuk do e kemi të lehtë në segmentet e caktuara. Por tashmë anëtarët e klubit të Raboshi janë mësuar dhe këto konsiderohen vështirësi tepër të vogla. Lartësia e malit të Gjymtit shkon deri në 400 metra. Në fakt, me këtë përmas mund të quhet kodër, por ky është emërtimi që gjejmë në popull. Në shtegun e përshkuar edhe më parë nga grupet, gjejmë shenjime në formë shigjetash. Ishte për graja, ishte punë për ne burrat. Për kërshërinë të gjithë teleshikuese, lumi buna buron nga liçeni i Shkodrës dhe derdhet në detin Adriatik. Është i vetmi kanal nëpër të cilin derdhet një det uji i një liçeni. Pas fshatit Samrisht, buna kthehet në kufi shtetëror mes Shqipërisë dhe Malit të Zi. Lumi ka gjatësi 44 km dhe rrjedh përgjatë fushave të bregut të bunës, ku përfshihen fusha ana malit në të djathtë të lumit dhe fusha e trushit, bashkë me fushën e velipojës në të majtë. Mas orës 10 nuk... Grupi ka një mirëkuptim të plot në ndalesa. Udhëtimet të tilla nuk i karakterizon ritmin e ecje, por kënaqësia që merr nga detajet që do vëresh rrugës. Edhe kur ndokush nuk e ka mendjen, tjetri sinjalizon për diçka vërtet veçantë që nuk duhet ta humbas pa e vënë re ose pa e fotografuar. Kjo zona këtu ka kanë pastrume,
Dhe dritaret janë rrethore ose vehmëri, janë pikërisht nga anë që Afrikë më pas sulme nga pjesa tjetër e kufinit. Çuditërisht këto flejnë si dëshmitare të asaj kohe të veprimeve që njerëzit kanë bë për të paranalu pikërisht televizin e lirë që sa po ndërtohen ura, po ndërtohen rruga dhe njerëzit i kanë thyer tashmë kufit sepse ka kanë politika ajo që i ka majtë mëllën. Që në fillim të udhëtimit tonë në malin e Gjymtit, para përgatitemi se jemi duke kaluar në një ishëzonë ushtarake. Nga kjo pikë në monizëm, survejoshin të gjitha kalimet mbi Bunë. Kufiri me malin e Zi është fare pranë dhe nga fshati Pentare Samrisht janë synuar radisjet. Por Jasi Erfen, një banor i fshatit Pentare atë kohë. Pjesa që është përballë është pjesa e malit Zi. Po, mali Zi. E kujton kohën kur edhe janë bërë arratisje, nga Pentari janë bërë ndonjëherë arratisje? Po, kanë ikë në 90-ën. Në 90-ën, refuzat, po. Para 90-ës, Kanë ikë edhe mes pluma më bile. Fund të ato në ata momente kur sa ka shpërthy. Po, si organizohet, cili ishte vendi ideal për të bërë kalimin, qoftë edhe me notë? Cilat vende? Kalimi kanë kalu i tu të shkalla Belin, që kanë lu dorë shumë, edhe poshtë atje kanë kalu një shumë. Unë pikërisht për djallë në ashtë me dhe vlanë temi kam zjarën me një komordare, bile s'kishim atëherë, as po pasë sa një kam frem me gojë komordare dhe i kam zjarë atë. I kam vunë komordare e kam deltej. Ishte në kohë shumë e vështirë, shumë e rrezikshme. Sa vononte me komordare për dalë? Kaloi shpejt? Po këtu është moshtë faktikisht, mundesh me kalu shpejt, por na nuk këna ditë në fillim se sikur si këna dalë prej monizmi, s'këna ditë gjë, po kanë pa një orë më burë poshtë. Cilën orë zgjidhni atëherë për këto arratisje? Nga pandemi lidhit. Gati në këtë kohë që jena tash, ma voni fije, nga pandemi lidhit. Po posta kufitare ku ishte? Posta kufitare na i dishim tona lëvizjet e ushtarëve se sa ecshin e sa shkushin. Ne dishim orë e me tana. Për ne nuk kishin frikë, po kishin frikë. Na kishim ikë përpara, po kishin frikë se na sakatoshin familjet, sepse nesër kafshin gjoni. Po. A kishte ndonjë që nisej bashkë me fëmijën? Po, kanë dalë edhe bashkë me fëmijën. Si e kanë bërë fëmijës? Po shoj kanë marrë me komordare, me gazep kanë kalu. Me gazep dikur ku kanë dashur, kanë dalë na kanë bërtiti të dol me ashtë kanë ikë. Po, është mbyt apo vranë ndokush? Prej Pentarit jo. Prej Pentarit jo. Ja, prej Pentarit, asnjë. Ata që janë larguar ku janë sot, afërsisht? Janë në Amerikë, Australi. Ata kanë disa zona. Disa kujtime kanë mbetur edhe në memorien e këtyre trinjve që në atë kohë ishin fëmijë. A shafat pikën atje ishin fëmijë për atje qym lapidarin, atje ka pavarën veri, dhe shifim si a ke pa ata filmat, sikur në për filma i bëshin plumat anësh, por zotëm, gjushin me rreth për atje këtu dal, se nuk e la latë për ditë sa më e plotsu pa. Rrugtimi i rradhës i klubit Taraboshi është në malin e Gjymtit. Jemi buzë rrugtimit të lumit Buna. Mali i Gjymtit është rreth 400 metra lartësi. Pikë parë jemi ndalë në një sit arkeologjik, në një sit historik. Janë gjurmë të fortifikimit mesetar të Belajt. Një fortifikim që deli dokumentuar që në 1402, kur Senati Venedikas ndërmerr përforcimin e grykës Bunës, kryesisht për të mbrojtur si nga vjedhjet, por edhe nga rreziqet e tjera të gjithë rrugtimin tregtar që vinte që nga Grykderdhja e Bunës për në Shkodër, duke qenë se në afërsi në këtë rrugtim të lumit Buna kemi edhe doganën e Shirqit, ku ishte edhe stacioni i parë i gjithë mallave që vinin në Shkodër. Ky është një fortifikim venecian rreth 1.5 hektar. Sot ruhet muri rrethues i anës perëndimore dhe 2 kulla, njëra gjysmë rrethore dhe një katërkëndore. Është një fortifikim i pa gërmuar arkeologjikisht për të parë nëse ka faza edhe më të hershme se sa mesjeta, por që duhet ketë për shkak se në këtë territor, jo shumë larg, që ne edhe do e përshkruajmë gjatë rrugtimit ton, kemi edhe një fortifikim tjetër të periudhës së Hegurit, çka dëshmon që kjo zonë është e banuar që në periudha prehistorike dhe jo thjesht në mesjet ku jemi ndalë sot.
Pra, jo vetëm bunker, por edhe monumente të kulturës dhe historisë do gjesh në malin e Gjymtit. Është një zonë që ofron një panoramë të plot, shohim pra të gjithë vargmalin e Rumijes atje, anën e malit në Maltëzi sot, kemi Taraboshin në anën veri perëndimore, të gjithë shohim nga këtu, shohim edhe kalan e Shkodrës, po thuj se edhe të gjithë rrugtimin me ndrimin e Bunës drejt detit, ku nga këtu vëzhgojmë edhe detin për këtu. Kemi malin e Amullit në Ulqin, pra ka një panoram, një përballë nesh kemi kodën e Ferskanjelit, ku edhe atje sipas dokumentimit ka edhe një fortifikim që sot mund të jetë zhduk për shkak të ndërtimeve kryesisht në periudhën e Jugosllavisë për të ruajtur kufirin, por që dalin në hartat mesjetare dalin të dy fortifikimet, si i Belajt edhe i Ferskanjelit përballë. Peizazhi këtu mbetet tejet i veçantë dhe tani në këtë stin të ftohtë kuptohet që era ka tjetër imazh ku dominues është gjelbërimi. Për vetë pozicioni gjeografik, Pentari, pjesë e njësisë administrative Dajq, është një parajs e vërtet. Si fshat nuk ka tërhequr aq sa duhet vëmendjen e vizitorëve, pasi promovimi në këtë pjesë lë për të dëshiruar. Fshati, i cili ka shtuar së tepërmi kultivimin e agrumeve dhe bimëve dekorative, dallohet për njerëzit të mjaft punëtor e mikpritës. Për ata që vinë nga qyteti dhe shohin këtë pamje, mrekullohen nga peizazhi i fushës së gjerë para tyre. Por në fakt, po të vësh re me kujdes nga tonalitetet, fusha është e ndarë me 10 rangastra, ku secili mbjell sipas dëshirës, ndërkohë që prodhimet e tyre nuk do të vlenin që nesër të lidheshin kontrata për tregshitje. Prodhimi në mënyrë individuale është tepër i ulët dhe i pamjaftueshëm për lidhje kontratash. Pak më tutje bunkerit që vizituam, gjenden godinat e braktisura të ushtrisë që qëndronte dikur këtu duke ruajtur kufirin, të vendosura në brendësi të tokës dhe të lëna në mëshirë të fatit. Ato janë drejt shkatërimit të plot. Udhimi vijon mbi kurizin e Gjymtit, i cili në pjesën më të madhe të tij është i zhveshur nga shkuret. Kjo edhe për efekt të erave të forta, rreshjeve të shiut dhe të borës. Të pojt në Barap. Lëvima nga kënë mali më vështirë. Që dalë nga 2-3 moqa të timit që është Për shkak të erës, temperaturat duken të ulta, por tashmë grupi vjen i përgatitur në çdo udhim, pasi parashikimi i kohës shihet më herët. Kur mendon gjitjen e vështirë në radohim pak muaj më parë, kjo guid shihet si një luks për anëtarët e Taraboshit. I vetmi problem sot mund të thuhet se është era, por shpresojmë që ajo të pushojë gjatë ecjes, duke ecur dhe duke bërë dhindalesa të tjera në vende me vlerë historike. Jo vetëm gjurmë të fortifikimit mesjetar, por këtu kemi edhe gjurmë për të prehistorisë. Jemi para një fortifikimi prehistorik për ullës së Hegurit. Këtu kemi gjurmë të një kulle. Vetë pozita geografike e këtij mali që kontrollon të dy krahët, pra edhe detin, po edhe rrugtimin e drinit e Bunës, ka bërë që të ketë edhe pika kontrolli për të kontrolluar edhe lëvizjet e njerëzve, por kryesisht edhe ketë potencial vendbanimi. Gjurmët e tij janë të ngjashme me disa site të tjera që i kemi për rreth liçenit të Shkodrës. Janë në total 32 fortifikime prehistorike që vijnë që nga periudha bronzit vonë dhe kryesisht në periudhën e Hegurit, për rreth liçenit të Shkodrës, që kryesisht kanë fortifikuar territorin për rreth Shkodrës dhe që janë rimarrë në shekullin e 2 në periudhën e Ilire si pika kontrolli të mbretërisë dhe kryeqendrës vetë Shkodrës. Është një sit që është gjurmuar tash së fundmi me misionin shqiptaro-polak. Para 2 vjetësh e kemi fut në hartën arkeologjike të Shkodrës dhe shumë mirë edhe me një status, nëse i jepet një status mbrojtës këtij siti, mund të kthehet në itinerar bashkë me fortifikimin mesjetar që sapo lam në fillim të rrugtimit tonë.
Era, siç duket, do të jetë sfiduesja jo në këtë udhim, duke qenë se ndodhemi në kurrizën e një mali dhe pa bariera, na duhet ta përballojmë gjithë forcën e saj shtytse. Sipas hartës me satelit, marrën pikërisht mali në rast të Urs Xholuli, është një kanal i madh që nuk mund ta kalojmë. Kështu që do shohim se si mund ta kalojmë, domethënë. Po do ta gjejmë rrugën. Vendi i radhës që do të na ngjallte Kureshtjej ishte një tunë e madhe edhe në këtë mal. Së fundmi ato i pam në Deqiq, në lokalitetin e Tuzit. Kemi fatin e madh që pjesë e Taraboshit jetë edhe përgjegjësi monumenteve të kulturës Hlidon Sokoli. Këtu jemi para një gjurme tjetër arkeologjike, janë tumat ose kodërvarre, siç i njeh edhe populli në emërtimin e thjeshtë. Janë kryesisht strukturë që fillon me një varr qendror dhe më pas me mbulimin e strukturës me gur e fillon e krijon ato katet e veta për të vendosur edhe varret e tjera, që shkojnë deri nga 10 deri në 12 varre. Po që do thotë thellësia paraprake sa mund të jetë këtu? Po mund të shkojë deri në 3-4 metra, ndërsa lart mund të shkojnë deri në 10-15 metra. Kemi tumat në Domën për shembull që është gati 30 metra e lartë dhe gati 40 metra e diametri. Zona Shkodrës njihet për një përqendrim të madh të tumave, sidomos zona e Shkrelit, po edhe pjesa Cilën periudhë datojnë këto si traditë? Fillojnë që nga periudha e bronzit vonë, shekulli 10-9 para son dhe vijnë deri në periudhën e qytetarit i lirë, shekulli 2. Po, pra ishte edhe ballkanike, nuk është se është vetëm me shqiptarëve. Jo, kjo është tipologji e varrimit, rritjeve varrimit të njerëzve që në përhistorinë, nuk është se është vetëm në tipologji vetëm në Shqipëri, edhe Bosnia njihet për territor me densitë të madhe tumash. Tregon që këtu ka patur vendbanim historikisht, pra. Mund të kenë qenë vendbanime stanore, rurale, por zakonisht, domethënë, tregojnë gjithmonë densia e tumave tregon që ka pas gjithmonë popullsi i vendase. Habitemi kur shohim në lartësinë 400 metra mbi nivelin e detit këtë guack. Imagjinojmë lëvizjet e mëdha ndër dekada, shekuj apo dhe mijëra vjeçar që kanë ndodhur këtu. Era nuk i ka drembur sidomos gratë e vajzat e Taraboshit. Po shoh në shtëpi. Po ju keni ardhur për hall këtu a që ta diun. Çfarë? Distanca që kena bërë deri tani është 1.5 kilometër, edhe kena ecë rreth 1 orë e 23, pra duke edhe tregu edhe duke marrë edhe informacion nga Lidoni, edhe lartësia është 105 metër, pra deri tash kena fitu vetëm kashatën e parë të drekës. Udhimi jonë vazhdon. Arjani që në nisje i ja bëri të qartë grupit se ai patjetër duhet të shikonte një ndeshje të rëndësishme basketbolli pikërisht sot. Ky sport, ashtu si dhe handbolli, ku aderon si lojtar, sfidohet nga pasioni për malin që është dominues tek ai. Stoikët e malit nuk vrapojnë t'i fshihen erës, e lën atë tu përfshij trupat dhe nuk largohen kollaj nga shijimi i pamjeve të hapura që shtrihen poshtë malit. Kjo është mënyra më e mirë për ta për të kaluar fundjavën dhe për të pushuar në mënyrën e tyre. Pusho shqiptarë! Nga larg shuajmë fshatin e bukur, Shasin në anë të malit, në krahun e malit të zi. Antarët e Taraboshit gjejnë një vend të parahur nga erat për të shijuar diçka nga ato që kanë marrë me vete. Shpejtja fillot, mëre. Ku keni Lidonin? Po dosh me ecë. Të bëf mirë. Në madja dreka. I tu nuk bjen
Pak si herët jeni duhe prish. Përpiqemi të shmangemi erës dhe të përshkojmë një shteg më poshtë kurrizit të malit. Tanto? Stani praktikisht. Në mali ka stani. Kënë 230 vjeç që përdoren më. Fillon në zonë shumë të lartë domethënë. Vetëm maksimumi sa më hy vaktit edhe e një që ka majtë stanin. I ka poshtë fushat i më hangër edhe më i ka pruk të lartë. Nuk e pritëm të gjenim kaq shumë lule këtu në këtë stin dhe në këtë të ftohtë. Një kull e vjetër pa kul, me një arkitekturë mjaft madhështore, do të na joshte të shkonim pranë saj. Kanë punu me gur, shumë interesant. Në gjë mund të kenë edhe shtëpia tjera poshtë, se fakti që kjo ara. Në minin e tërhoq më shumë kjo kull dhe nisi të përshkruaj se si ka funksionuar jeta në të duke u nisur nga rënojat. Çifti i Bërshimi vijojnë të jenë së bashku në të gjitha udhëtimet e klubit Araboshi. Ky është gjithë kurrizi i përshkuar që në orët e para të mëngjesit, ndërkohë që koha e drekës ka ardhur. Ha njerë, deri tani. Hajde migrania. Po migrania. Hajde se po na panajoj. Ishte ftohtë apo si, ishte deri tani mirë. Pak erë. Po. Ora di let. A jemi të kuqerë dhe prit. Gjatë udhëtimit, komunikimet me miqt përmes rrjeteve sociale vijojnë. Ata që nuk mundën të vinë, bëjnë kureshtar për rrugën që po bëjmë. Pasi Irfan. Shumë mirë. Influencer pa t'jam. O, kozeta. Oj, shumë janë një me bicikletë me shashkua. Po e s'maleve. Qëndrove në shtëpi sot? Nuk dole sot? Hajde shumë mirë, jam të pushim unë sot. Okej, pashim. Pashim. Gjithsa shohim është pjesë e Dajçit. Kjo njësi gjendet përgjatë bregut të Majt të Bunës, në mes të Gramshit dhe Samrishtit, rreth 10 kilometra poshturës së Bunës. Dajçi shfaqet në kadastrën venedikase me 18 shtëpi. Boliza shënon 60, duke përfshirë shtëpitë e fshatrave pranë, dhe At Gaspari 24, duke i quajtur këtë vend Dajçi i Madh për të dalluar nga Dajçi i Vogël i Zadrimës. Më 1933-shin, fshati Dajç numëronte 400 banor, famulli e lashtë e dioqezës së Shkodrës. Ja erdhi dhe koha për të konsumuar ushqimet që kemi marrë me vete, si gjithmonë ato i ndajmë mes njëri tjetrit.
A do kush pastiqo? Jo, faleminderit. Në vazhdim në udhimit do të shihnim edhe rënojet e një kishe tjetër këtu. Kisha Shën Pelegrinit. Kjo këtu, a? Po. Cila ka, do me thënë cila zonë? Tu jemi në fund të malit të Gjymtit, po thuj se këtë në fund kurrizores. Faktikisht këto janë rrugë që kanë shërbyer edhe për pelegrin që në mesjet, prandaj edhe kjo kishë ka shërbyer ndoshta edhe si stacion pushimit edhe ka marrë edhe emrin si kishe Shën Pelegrinit. Por që daton shumë herët e braktisun edhe vetë fakti që shohim këtë gjendje dikton që është braktisur shumë herët. Duke qenë se kanali nuk do të na lejonte zbritje në rrugën nacionale për shkak të ujrave të tij, zgjodhëm të zbresim nga mali në krahun e djathtë të tij, pra nga krahu I Velipoj Qendër. Ashtë si të qërë, nduket nuk ka... Shnetje. Do I biem rrotull fshatit këtu për shkak të pengesave që vijnë nga gardhet e vendosura nga banorët. Shtegu gjendet lehtë, por duke vënë në punë dhe intuitën në mungesë shenjash. Kena fillu në pentar rrugën. Kena komplet Përshëndetje. A ju mirë? Si jeni mirë? Përshëndetje. Si keni punën? Mirë, a banon këtu ti, po? Dimër verë. Si quhet vendi këtu? Selmanaj. Selmanaj. E ka pentari? Apo jo? Ka pika vizitore që të kanë zonën e Dajqit në Velipoj. Pra këtu jemi në Dajqne? Këtu jemi në Selmanaj. Po cilës njësi administrative, cilës komunë është? Velipojës. A jemi në Velipoj këtu pra? Pra, Velipoj. Po si ke emrin ti? Martin Gjerzi. Martin, në martes për me hi me pi kafe e raki. Po bërëm. Faleminderit. Shqiptari ka mirë se si keni punë, si keni doni më nalë 5 minuta? Po. Ta kanë dëshirë me na kallëzu rrugën, Martin. Rrugën ja ishte para. Pim kafe. Faleminderit, Martin. Jena vonë, me gjithë qenë. Kena me dalë të qenë. Destinativta ka me kap rrugën. 3 kilometra. Shumë, 4 kilometra kretë, të mani i bëjmë për i orë. Ku dolim? Bënim po, ku dolim? Unë edhe dhe mojt, për jeni pak shumë. Ja, në njësa vetëm ku dolim. Dolim jetë. Si ka me kena logaritë, pra ndaj edhe pa ta refuzojmë kafen me sens, jo me sens keq, ti pa qëllaç, e të shtëm në shpisë ta me gjithë. Ka shqiptar, e di, edhe në venet më të larta atje. Kena pasi i kufitorë, me kufi. Kafe në kena një orë para mjezditit, nuk I kena si një kafe raki. Është një orë over dogs, jo kafe raki. I madhe, si mas me njësë me dhe me hangër. Kafen, atë me me over dog, ose mjezdit. I madhe. Martini këmgull që të na shoqëroj, ai e kupton se për ne është hera e parë që vim këtu dhe nuk kursehet në ndihmën e tij. Martini jeton me rritjen e lopëve, derrave, ka mjaft kuaj, por nuk kanë treg dhe kjo gjë e ka mërzitur, por jeta vazhdon. Ai jeton me gruan pasi fëmijët kanë dalë në jetë dhe janë stabilizuar. Fëmijët jetojnë në emigracion Angli dhe në Shqipëri. Po vetëm këtu nuk mërziteni vetëm apo je mësu? Vetëm këtu. Mësu, si veteran.
Se më mërzit, ja ka vanë zoti me gru shkan mirë. Shkan mirë. Që ka më mërzit. Se më mërzit. Unë kërkoj me shku mirë me njerëz në opinion ku do, jo me robin si jetë të ankorë. Pa tjetër. Të shti rrugën që ka. Me i krejtë. Kur të një me shku atë të arginatura, atju në me. Ja Martin, shive, ja, Martin, se kjo djali për para e ka I fije të amin. Do të bëjmë 3 apo 4 kilometra në këmbë deri në fshatin Qas të Velipojës. Tashmëra e ka ulur intensitetin e saj dhe pjesën e rrugës së mbetur e kalojmë me biseda me njëri tjetrin. Janë tepër të rrallë banorë që shohim në këto anë, për të mos thënë se vetëm ky banor me këto 2 lopë është I vetmi që takuam. Lopëve këtu vendoskan hajmali në ballë. Kemi mbërritur në fshatin Qas. Në pamje të parë vrejmë një fshat varfër në këtë pjesë, por qëndrimi do të jetë fare I shkurtër, pasi ndihemi të lodhur. Jemi nisur në orën 8 të mëngjesit nga Shkodra dhe ora shënon 16. Në makinë ndjejmë se trupat në ngrohen, bijem në paqe me një ndjesi të ëmbël që na jep jo vetëm ndrimi me njëhershëm I temperaturave, por shijimi I këtij perëndimi dielli, sidomos në pjesën ku ndodhemi pranë bërdicës. Është kjo panoramë kaq magjishme që shoqëron çdo udhëtar teksa kthehet këtej në kohë perëndimi. Dhe kam mjaftuar kjo pamje që ne të harrojmë lodhjen dhe të nisim diskutimet tona se ku do të jetë udhëtimi tjetër për fundjavën që presim të vijë. Këto pra ishin udhëtimet që ne referojmë për ju, shikojni ato me përparësi, nuk janë të mundimshme, kanë një kosto relativisht të ulët, janë fiks me emrin e emisionit Pusho Shqiptarçe, pra Pusho Shqiptarçe në vendin tënd. Ritransmetimin e emisionit do të keni mundësi ta ndiqni ditën e njëjtë në orën 15:30, ndërkohë ju lënë shoqërinë e programeve të TV1 Channel. Qëndroni me ne sepse në javën e ardhshme ne do të shkojmë e ku tjetër në Puk. Çfarë ka ndodhur në Puk? Mbetet për mbas një jave. Natën e mirë.